Jemi muajin e shejtun, kisha pas dëshirë me ta uru. Faleminderit shumë. Edhe më të pyet për harmoninë ndërfetare aty. Unë do të thoja vetëm me u ndërlidh aty ku e la i nderuari Don Mikeli. Kemi Bajram edhe Pashk, kjo pasqyron diverzitetin ton kombëtar që është pasuria e madhe. Ndërsa shqiptarinë e kemi bashk, mendoj se kjo është një refleksion mes tjerash edhe hyjnor. Do të thotë njerëzit e mençur të kombit ton e kuptuan se ne duhet të bashkëjetojmë për arsye se Zoti deshi që na krijonte këtë nën qiell. Edhe nuk kemi se si i kundërvihemi vullnetit të Zotit, e aq më pak me, si me thonë, me motivime fetare. Do të thonë, shumë është absurde që dikush me motiv fetar t'i kundërvihet Zotit. Kështu që diversiteti është kemi Bajram e Pashk, ndërsa hyjnorja është shqiptarinë e kemi bashk për arsye se edhe vetë Zoti i lartë madhreshëm në të gjitha shpalljet e tija, unë po i referohem Kur'anit, asaj që e njoh, gjithnjë nxjerr në pah pikat e takimit mes njerëzve. Ato mund të jenë në situata të caktuara edhe shumë të zbehta, do të thonë pikat e takimit mes njerëzve mund të jenë edhe shumë të zbehta. Mirë, po ajo bëhet piknisje që njerëzit pastaj të mos largohen e aq më pak të mos armiqësohen ndërmjet vete. Kjo pastaj për neve si shqiptar, si kom, mendoj se është pasuri, dhe unë gjithnjë insistoj kur flitet për këtë pasuri, nuk pranoj të themi, po mendoj nuk pranoj të ndalemi te niveli i tolerancës fetare, por të themi te harmonia fetare për arsye se një mend është e mrekullueshme në ne. E keni edhe ju një mini lloj Ramazani. Ka shku në fakt. Së pari uroj vërtet që ky muaj për gjithë agjeruesit të jetë i frytshëm, të jetë frydhënës dhe duhet kuptuar edhe besimtarët edhe ata që nuk janë besimtarë se agjerimi nuk ka konotacione vetëm materiale që përmbajtjen nga ushqimi, pije, gjëra tjera, por ka një mesazh shpirtëror për arsye se nxit altruizmin, dashurinë për të afërmit, kujdesen për kategoritë veçanta që në nevojë. Ne po jetojmë në këtë ditë ku njerëzit vërtet kanë nevojë ndoshta jo vetëm për gjëra materiale, por kanë nevojë ndoshta për një buzëqeshje, për një fjalë të mirë. Kështu që i përgëzoj gjithë ata që agjerust, ne kena pas edhe ne kena 40 ditë para Pashkve agjerim, që s'ka shumë kohë që kemi përfunduar dhe tani fillon domethënë edhe Ramazani, gjithashtu të 30 ditë, apo? Kështu që agjerimi thjesht është një fisnikrim i shpirtit që të jemi më të mirë për njëri tjetrin dhe të jemi më afër me Zotin. Duke qëndruar afër Zotit, sigurisht se do të jemi më dashur, më të kujdesshëm edhe për njerëzit sidomos në nevojë për të afërmit tanë. Hoxh, ti ki të thonjet mia,